Pas mbledhjes së mbrëmshme, ish numri 2 i Partisë Demokratike Astrid Patozi dhe emra të tjerë ish anëtar të forumeve drejtuese të kësaj partie regjistruan sot forcën më të re politike në vend, Bindja Demokratike. Në një status të gjatë në Facebook, zoti Patozi, i cili duket të jetë dhe figura drejtuese, shpjegon se kjo parti ka lindur nga bindja e fortë e qytetarëve të lirë të këtij vendi për një projekt të ri politik. Bindja Demokratike është dhe do të jetë një ofertë serioze dhe tërësisht e pavarur sa herë që të ketë zgjedhje në Shqipëri. Shkruan zoti Patozi, një ndër figurat e shumta demokrate të cilat u lanë jashtë listës së kandidatëve në zgjedhjet e vitit 2017 nga kryetari Lulzim Basha. Ai është gjithashtu një nga kritikët më të fortë të drejtuesit të Partisë Demokratike. Zoti Patozi tentoi të sfidojë zotin Basha dhe në garën për drejtimin e partisë në vitin 2017 pas humbjes së rëndë elektorale të saj, por nuk u përfshi më pas në garë për shkak të mungesës së garancive për një konkurim të barabartë. Së fundmi ai e cilësoi një gabim të rëndë vendimin e opozitës për t'u larguar nga parlamenti, duke hequr dorë nga mandatet e deputetëve të saj. Sipas zotit Patozi, kjo ishte një gafe e rëndë e zotit Basha dhe një dhuratë që po i bëi kryeministrit Edi Rama. Shqipëria sot po vuan pasojat e një polarizimi politik që e ka zanafillën tek vrasja e demokracisë brenda dy partive të mëdha dhe tek konsolidimi i një sistemi mbytës që garanton palët rivale për mos ndëshkueshmëri dhe mbjetesë politike kundër çdo projekti të ri, shkruan zoti Patozi, sipas të cilit fuqia e pakontrolluar e pushtetit të Edi Ramës buron dhe nga pafuqia e opozitës zyrtare, sidomos nga pranimi prej saj modelit të qeverisjes së partisë dhe më pas qeverisë. Opozita zyrtare, shkruan ai, e shikon pushtetin e Edi Ramës si model që mund ta shfrytëzojë për vete kur t'i jepet rasti. Bindja Demokratike u regjistrua sot dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në garën e 30 qershorit, në ditën e fundit të afatit ligjor. Ndërkohë që po sot forca kryesore e opozitës, Partia Demokratike dhe aleatët e saj nënshkruan një marrëveshje ku rikonfirmua vendimi i marrë javën e shkuar për të mos marrë praktikisht pjesë në zgjedhjet vendore. Sipas dokumentit, partitë e opozitës do të regjistrohen në zgjedhje vetëm pasi të jenë krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, duke shtuar më pas se rruga e vetme për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme është formimi i një qeverie kalimtare që të përgatisë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por dhe zgjedhjet të lira e të ndershme vendore. Hapi pa negociueshëm mbetet zgjidhja politike tashmë e parashtruar nga opozita e bashkuar, largimi i Edi Ramës dhe një qeveri tranzitore e cila do të mundsojë përmes masave për të garantuar zbatimin e ligjit aktual, e ligjeve aktuale, si dhe reformës zgjedhore, zgjedhje të lira dhe të ndershme ku të diktojë sovrani. Në të njëjtën kohë, partitë opozitare angazhohen të mos lejojnë asnjë farsë elektorale të organizuar nga qeveria e legjitime e Edi Ramës, shkruhet në dokumentin e firmosur për tyre. Pamundësimi i mbajtjes së zgjedhjeve fasate realizohet përmes përshkallëzimit të aksionit opozitar në të gjithë vendin, saktëson dokumenti. Zoti Basha pati një koment të shkurtër dhe për themelimin e bindjes demokratike. Gjenezat e keqes ku ndodhemi janë zgjedhjet falso diktuara nga krimi. Prandaj nuk do të ketë më zgjedhje falso, nuk do të ketë më parlament falso, nuk do të ketë më qeveri falso, nuk do të ketë më drejtësi falso, natyrisht nuk do të ketë më as opozit falso. Në Shqipëri, përveç Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila ju imponua skenës politike që prej vitit 2005, partitë e tjera të lindura nga shkëputjet për forcave të mëdha deri tani kanë dështuar. Mbetet për t'u parë nëse rrethanat aktuale do ta favorizojnë ose jo jetëgjatësinë e bindjes demokratike. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.